Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski ka shpërndarë sot në rrjetet sociale se ka tejkaluar shpejtësinë me 1 km/h me automjetin e tij privat dhe për këtë ka marrë njoftim nga sistemi Safe City. Duke publikuar dokumentin, Toshkovski shkruan se sistemi vlen për të gjithë dhe nuk ka të privilegjuar. Sot në mëngjes duke udhëtuar me automjetin tim privat drejt Kavadarit, ku sot mbahet kongresi partijak, mora një mesazh SMS për një shkelje të trafikut të konstatuar nga sistemi Safe City, sepse po lëvizja 1 km/h mbi shpejtësinë e lejuar. Ky është ilustrimi më i mirë se si duhet të funksionojë shteti. Sistemi vlen dhe vepron njësoj për të gjithë, dhe nëse regjistron një shkelje, sanksioni ndjek, pa marrë parasysh kush është në makinë. Nuk ka përjashtime, nuk ka selektivitet, nuk ka të privilegjuar. Për të sqaruar këtë rast që është në interes publik, redaktësia Alsat i kërkoi Ministrisë së Punëve të Brendshme që të përgjigjet në pyetjet. Sa mundet ministri Toshkovski të publikojë pamjet nga shkelja e bërë me automjetin e tij privat dhe se duke pasur parasysh protokollin e sigurisë, a udhëtoi i shoqëruar me polici apo ishte vetëm pa siguri përcjellëse. Megjithatë, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk dhan përgjigje direkte për video dëshminë, por thanë se ministri ka të drejtë të publikojë çdo informacion që lidhet me të, përfshirë dokumentin e shkeljes, pasi nuk zbulohen të dhënat personale të paleve të treta dhe se gjatë lëvizjes me automjetin e tij privat, ministri ishte në shoqërim të policisë. Gjatë lëvizjes me automjetin e tij privat, ministri ishte në shoqërim të policisë sipas protokollit të sigurisë. Megjithatë, prania e sigurimit nuk e përjashton nga respektimi i rregullave të trafikut dhe shkelja e regjistruar tregon se ligjet vlejnë njësoj për të gjithë, edhe për zyrtarët e lartë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme shtojnë se sistemi Safe City synon të garantojë siguri dhe barazi për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Ministria e Punëve të Brendshme paralajmëron se së shpejti do të ketë një platformë ku qytetarët do të kenë qasje të paraqesin parregullsitë me qëllimin për të plotësuar lëshimet e sistemit.